se kur I hetova klanin pranë ato vjedhet industriale të vota 2010-2011, më shtinën shenjester edhe po mas pare nuk di qa është atë rezultate mia me qenë nërë 98%. Pa tham 98% nëse kom harru në herë diçka në pyetjen e rezultati kam 100% krejt. Në 2005 për gradën e shtetit kam qenë I pari në Kosovë, hera parë si për përmendi, në nivel të Kosovës. S'ma kanë dhënë atëherë, në 2014 kam qenë 99.33% e kom pas rezultatin përfundimtar. Kam qenë I 12 nivel të Kosovës, mi për me të porë ka ndani 0-0-0. Raste, mirë po tjeni të bindu në diçka, dhe këto për për herë të parë. Rastet e mia që kom hetu atëherë, janë marrë për studim nga Akademia Gjyqësore e Drejtësisë, kur kam shku me kry trajnimin për provim të jurisprudencës, I kom pa rastet e mia duke u ligjeru nga kryetari I Gjykatës Supreme. Vetëm këshën hekremat me iniciale, dhe I thash kryetarit, thash këto janë rastet mia, thash këto iniciale bojnë ketemen, këto, ku ja tregova rastin krejt, vërtet u bën se ka qenë ashtu, mu mja u dëshmu, mirë po kemi pas momente shumë të mira deri në 2015. Në 2015 rezultatet ishin ekstremet në aspektin pozitiv të hetimit, zbulimit, besueshmërisë, gjitha kur I pandeshkun, isha në inteligjencë, do thot inteligjenca e komandantit stacionit janë në rang, pastaj vjen zavens komandantit. Mirë po zyrtari inteligjencës mundet mos mi tregu komandant stacionit me pas takime pa to. Komandanti pa to nuk ban. Atëherë s'ka motash nuk e di. Edhe në 2015 më kam përjashtu për I punë e krejt. Se bajage një datë lindjes para 20 vjete të ku boni gabim dikon, jo para 20 vjete, para datën e 2015, sa për bjen të ashtë aty se pak lidhë dhe badë vetë, para një 40 gati. Para një 40 vjete një gabim administrativ të ku bo. E kush e ka bo dikush për oficarve apo dikush. Në kohën që unë isha ndjep. Edhe ishte një arsye, më qitë për I loje, se kur I hetova klanin pranë ato vjedhet industriale të vota 2010-2011, më shtinën shenjester edhe për këtyre durve shku në Burgasën shumë njerëz për shkak të vjedhje, tyne, sepse një pushtet që vjen, një parti që vjen pushtet me vjedhja, aty veç krim, nuk ka diçka tjetër, edhe më shtinën shenjester, prej 2010-2011, kur nalë sulme s'mi kanë, kur nalë s'ja u kam, ata nashta me nalë dhe herën s'ja nalë I kur, edhe në 2017 më kthej gjykata të pastër si loti, ma të caktoj edhe një shpërblim me I gjysmës si pare, më lutën 3 pozita ma të rëndësishme të polici, vash dërheqje se vdashta asja, vash fora shesa s'kthejnë unë e mate jo, se më këni pas, më këni përbuz, po kanë ru struktura, kanë ruaj, letë ndrojnë krejt, unë jam gazmend Halilaj, me mu s'mun është me lu, sëtë po më vynë në jesër ju, edhe vash dërheqje me 21 dhjetor 2021 të komandon dërheqje përfundimisht që kom pas pozitin me udhëheq shërbimin e inteligjencës dhe të analizës krimit për rajonin e Drenasit, mirë po për 2 pozita tjera, tash këtë interviste një ata që për flas, nëse so ashtu mujnë me reagu, për 2 pozita më të ndjeshme, më të besueshme, I kom pas hap, njëri prej shefa ka kajt kur ja kom konfirmu që nuk vi, mirë po kom dha dërheqje, edhe jam I dërheqën, për asë çmim nuk u shkoj.